ku pjesëtarët e komunitetit serb nga Zhegra kanë marrë pjesë në për masakra të tjera në për Kosovë. Para lufte kanë qenë 105 familje, 105 shtëpi serb. Para lufte kanë qenë 105 familje, 105 shtëpi serb. Kanë qenë serb të cilët kanë kontribu për të keq edhe në Zhegër edhe në nivel të vendit në Kosovë, ku pjesëtarët e komunitetit serb nga Zhegra kanë marrë pjesë në për masakra të tjera në për Kosovë. Kështu që kanë qenë serbë edhe politikisht shumë ngarkuar edhe kanë pas pozita shumë të larta shtetërore para luftës. Kështu që Zhegrën e kanë shkromu, kanë qenë prim mbi 400 shtëpi të djeguna, njerëz të vrarë dhe të maltretuar, ka qenë një dhunë e paparë edhe para luftës këtu nga serbët vendorë dhe nga aparati shtetëror i Serbisë, ku njerëz nga llojet e dhunës ma barbare kanë vdekur edhe nga pasojat e rrojeve që kanë pas të tepërta këtu në stacionin e policisë në Zhegër. 400 shtëpi djegura. 400 shtëpi djegura tërësisht, pjesërisht kanë qenë tjera të krejt, domthonë këtu kanë qenë një 10 shtëpi, më thonë që nuk i ka kap flaka e dorës okupatorit. Kështu Zhegra, 2 familje se 2-3 individ kanë qenë në Zhegër gjatë luftës, pjesa tjetër kanë qenë këtë zhvendosur në molet e Stublës, ku e falenderojmë Stublën edhe nga ky rast që na kanë mirë prit. Stubla ka qenë Remniku, ka qenë domthonë lokalitetet që kanë prit qytetarët e Zhegrës, se tana pe aty kanë lëviz për Maqedoni dhe në vizet të tjera nëpër Evropë dhe nëpër botë. Kështu që Stubla është njëra ndër vendet që i ka prit më shumti qytetarët e Zhegrës, edhe në kohë i ka mojt më shumë, edhe i ka plagosit i kanë shëru, me morëm shembull, edhe pse Stubla njihet me domethënë janë shqiptarë të komunitetit katolik, mirë po shqiptarët i bashkon Gjaku, i bashkon Kombi, nuk i ndan feja. Domethënë Zhegra edhe Stubla kanë raporte vllaznore, sikur me qenë të njëjtës fe, për pavarësisht pse domethënë ata janë fe katolike, na jemi fe muslimane, kryesisht Zhegra 99% janë musliman. Edhe kemi raporte vllaznore si në dasma, si në vdekje, si në lloj organizimi, pas Stublën na nuk bëjmë kurrë dhe Stubla pa neve bën kurrë. Se pa ka raste që e vlerësojnë domethënë. Jo, jemi në një aspekt tokës deri në qiell.